29 nëntor, i vetmi pastrues i ndërgjegjes. Aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së përjetshme ja ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, do të pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për të shërbyer Perëndisë së gjallë. Hebrejve 9:14. Ne jetojmë në epokën moderne, në epokën e internetit, të telefonave të zgjuar dhe të transplanteve të zemrës. Dhe në thelb, problemi ynë është gjithmonë i njëjti. Ndërgjegja jo na dënon dhe na bën të ndihemi të papranueshëm për Perëndin. Ne jemi shkëputur nga Perëndia dhe ndërgjegja na dëshmon për këtë. Ne mund ta sakrifikojmë veten, ose t'i hedhim fëmijët tanë në lumin e shenjtë, ose të japim $1 milion për bamirësi, ose të shërbejmë në një kuzhinë për të varfrit, ose të praktikojmë 100 forma të ndryshme pendese ose vetlëndimi, dhe rezultati do të jetë i njëjtë. Njolla mbetet dhe vdekja na tmerron. E dim se ndërgjegja jonë është e njollosur. Jo nga gjërat e jashtme si prekja e një trupi të vdekur, e një pelene të pisët, apo e një bërcolle deri. Jezusi tha se ajo që del prej njeriut e ndot njeriun, jo ajo që hyn brenda tij. Marku 7:15-23. Ne ndotemi nga qëndrime të tilla si krenaria, keqardhja për veten, hidhërimi, epshi, smira, xhelozia, lakmia, apatia dhe frika. Përgjigja e vetme në këtë epokë moderne, si dhe në çdo epokë tjetër, është gjaku i Krishtit. Ku do të shkosh kur ndërgjegja jote zgjohet dhe të dënon? Hebrejve 9:14 të jep përgjigjen. Aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së përjetshme ja ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për të shërbyer Perëndisë së gjallë. Përgjigja është: kthehu te gjaku i Krishtit. Kthehu tek i vetmi agjent pastrues në gjithësi, i cili mund të jap lehtësim në jetë dhe paqe në vdekje.